Një tjetër skandal trondit sistemin e drejtësisë. Drejtuesi i prokurorisë së Fierit Elion Mustafaj ka hequr nga dosja hetimore Bankers emrat e zyrtarëve të qeverisë, drejtësisë dhe familjarëve të tyre, të përfshirë në vjedhje dhe mashtrimet fiskale me kompaninë koncesionare të naftës. Në listën e personave që janë fshirë nga hetimi ndodhen Leze Abazi dhe Eda Abazi në Nebi, ortaket kompanisë Leal Auditing SHPK, kompania që ka firmosur auditimet dhe bilancet false të Bankers. Por lidhja nuk ndalet këtu. Leze dhe Eda Abazi janë bashkëshortja dhe vajza e Luan Abazit, sekretari i përgjithshëm i prokurorisë së përgjithshme, zyrtari më i lartë civil që mbikëqyr administrativisht të gjitha prokuroritë e vendit përfshirë edhe atë të Fierit. Kjo do të thotë se Elion Mustafaj ka hequr nga hetimi familjarët e drejt për drejt të prorit të tij, një akt flagrant, konflikt interesi dhe shpërdorim detyre. Bilancet false që u pastruan nga hetimi. Sipas dokumenteve që disponon pamfleti, kompania ka certifikuar për Bankers bilance vjetore fiktive për periudhën 2019-2024, duke deklaruar humbje të rreme dhe fitime qesharake prej 30 deri 70.000 euro në vit, ndonse koncesionari nxjerr rreshet mbi 1.2 milion ton naftë në vit. Ky falsifikim i bilanceve u përdor për të shmangur taksat, detyrimet fiskale dhe tatim fitimin ndaj shtetit shqiptar, duke i shkaktuar arkës publike qindra milion euro dëm, hetimi i ndaluar me urdhër nga lart. Prokurori Mustafaj regjistroi procedimin penal për Bankers më 30 dhjetor 2024 pa pasur kompetencë territoriale. Dosja që duhej të dërgohej te SPAK brenda një muaji u mbajt peng për 10 muaj në prokurorinë e Fierit. Gjatë kësaj kohe Mustafaj hoqi nga materialet e hetimit çdo dokument që përmendte emrat e audituesve të lidhur me familjen Abazi dhe vetëm pasi i pastroi dosjen urdhroi arrestimet formale në kompani dhe ja përcolli çështjen SPAK-ut. Kush duhet ta hetojë Elion Mustafajin? Ky është një rast tipik i përdorimit të drejtësisë për mbrojtje klienteliste. Prokurori i përgjithshëm, drejtuesi i AKLP-s dhe inspektori i lartë i drejtësisë duhet hapin menjëherë hetim disiplinor dhe penal ndaj Elion Mustafajit për shpërdorim detyre, konflikt interesi dhe pengim të drejtësisë. Skandalet ndaj Mustafajit janë të shumta, lidhje me subjektet të krimit që ka hetuar vet, falsifikim aktesh hetimore dhe fshehje provash, përfitimet paligjshme nga punësimi i bashkëshortes së tij Najada Mustafaj në kompani që janë objekt hetimi. Në vend që të hetohet për këto shkelje të rënda, Elion Mustafaj vazhdon të qëndrojë në detyrë dhe të mbajë dosje me miliona euro, ndërsa drejtësia për qytetarët e thjesht bëhet gjithnjë më selektive. Kjo është prova më e qartë se drejtësia e re po funksionon me dy standarde, një për të pushtetshmit dhe një tjetër për fakirët.